أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار.
paqja, mëshira, begatit dhe mirësi e të madhit Allah qofshin mbi të gjithë ju. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, jemi sot këtu në Slobçanin e Mohasadikut. Jemi sot këtu të gjithë së bashku në Slobçanin e Jakub Efendi Masini. Jemi në shtëpinë e Allahut Dhul Gjelal, nga ku rrezaton mirësia, begatia e fjalës së Allahut Dhul Gjelal. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, sot jemi dëshmitar të një fakti se xhamis po i kthehet roli i saj esencial që e ka. Pra, xhamia është një shtab ndër veprimi i shoqërisë, nga ku koordinohen rrugët e së ardhmes së një popullate, përforcohet rruga e veprimit në aktualitetin në të cilin jetojmë. Vëllezër e motra, sot shoqëria muslimane në përgjithësi e shoqëria jonë në veçanti ballafaqohet me ata që të shumta, të cilat disa janë të dukshme, po disa janë shumë të fshehta dhe tendencioze. Sot ne përpiqem të na atakojmë atë që është shpirtërore, duke infiltruar në radhën tona në mesin tonë ceremoni dhe vese të cilat s'kan të bëjnë asgjë me përkatësinë tonë, qoftë etnike, qoftë edhe fetare. Sot çdo të arritur ne e bëjmë ashtu siç nuk duhet bërë. Të nderuar vëllezër, kritika nga kursitë e xhamive është këshill, është ilaç, është melhem për shoqërinë. Ndaj nuk duhet na e merrni si sulm, por merrni si një tendencë për të nxjerrë nga rruga e cila nuk dim se ku na shpije. Pra, nuk është në asnjë formë traditë e jona që të arriturat tona të i manifestojnë me sjellje imorale. Ndaj, ne sot nga këtu, nga kjo xhami, japim një shembull se të arriturat tona shoqërore në këtë mënyrë i demonstrojmë, në këtë mënyrë i shfaqim dhe në këtë mënyrë i promovojmë. Pra, sot Mollaziri është shembulli më i mirë se si ne duhet të manifestojmë identitetin tonë dhe të arriturat tona. Ndaj, për të mos e zgjatur më shumë, në gjithë këtë katrahur në cilën jemi duke jetuar, kjo ngjarje e sotme, këto fëmijë tanë janë një dritë shkëndije e së ardhmes tonë të sigurt. Ndaj, më lejoni që në emër të imamit, në emër të shqipit të xhamis, në emër të gjithë juve, të përshëndesim mysafirët të cilët na kanë nderuar me pjesëmarrjen e tyre në këtë promovim të kësaj duaje fatmeje. Fillojmë me institucionin tonë reprezentativ, pra muftininë e Bashkisë Fesë Islame të Kumanovës, përfaqësuar nga sekretari i saj Umej Efendi Feyzuli dhe arkatari Shaban Efendi Aslani. Të nderuar jemi që sot në mesin tonë kemi muftiun e Preshevës, të nderuarin Mehmet Efendi Sahiti, i cili është prezent me neve me disa profesor të medreses
mesin tonë kemi edhe përfaqësuesit tonë institucional, ata të pushtetit lokal, duke u prezantuar nga kryetari i Këshillit të Komunës së Rikovës, Dr. Zekeriaj, me këshilltarët e fshatit Slupçatit që e prezentojnë fshatin në Këshillin Komunal të Komunës së Rikovës. Përshëndes imamët e xhamive, përshëndes profesorët të medresesës Apeu, të cilët gjithashtu janë prezent, dhe tani më lejoni që të bëj një përshkrim të shkurtër të mektebit të fshatit Slupçat. Të nderuar vëllezër, në bazë të përdamave që mua më dha i nderuari, cilin e kohësisht dua ta falenderoj që më zgjodhi mua që të jem së bashku me ju prezantues, për arsye se ndoshta ka edhe vajzat të tjerë që mund ta bëjnë më mirë se unë, mirë po unë jam i nderuar nga ai dhe unë do të bëj një përshkrim të shkurtër të punës së Mollazit. Pra, Mollaziri punën me nxënës të nderuar vëllezër e ka filluar që në vitin 1999. Pra, gati 2 dekada e kusur, ky njeri përpjeket që të mbjellë moralin, që të mbjellë etikën, që të mbjellë dijen, që të mbjellë të ardhmen tek të rinj e këtij vendbanimi. Sot, si rezultat i punës, edhe si rezultat i punës së tij, pra janë shumë kuadro të cilët kanë dalë dhe kanë kryer shkolla të ndryshme e sot ata zotërojnë profesione të ndryshme si mjek, inxhinier, mësues, profesor e kështu me radhë. Pra, puna e Mollazirit sot të nderuar vëllezër dritën e rezultateve të saj. Ndaj, ne jemi krenar që sot këtu jemi në ceremoni e promovimit të 20 nxënësve të cilët e kanë përfunduar leximin e Kuranit dhe në periudhën 2 vjeçare 2023-2025 që janë pra nxënës të shkollave fillore dhe të shkollave të mesme. Ne këtyre u dëshirojmë vetëm suksese, u dëshirojmë që Allahu t'u hapë të vërtetë horizontet e dijes dhe rruga e tyre drejt së ardhmes qoftë e shtruar me mirësi dhe begati të panuara nga Allahu i Gjallë. Dhe për të mos zgjatur më shumë, unë ftoj tu para jush që të drejtohen, të themi ashtu fajtori kryesor i gjithë këtij ceremoniali, voçën e juaj të nderuar vëlla asaj të mirë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe adhurimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit të botrave, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin për ne të dashur. Për mësuesin e njerëzimit, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe për ata besimtarë, të cilët përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Fillimisht, ju uroj mirëseardhje në këtë bim të gjithë musafir, prindër e nxënës, të cilët sot pra në ndajmë një gëzim të tillë të përbashkët me rastin e kryerjes së hapjes të nxënësve tonë. Prandaj edhe ne i bashkangjitem po aty urimi dhe po atyre përshëndetjeve që i bani hoxha ju i dashur Isa. Të nderuar, vërtet është një gëzim i cili nuk mund përshkruhet. Sot tani nuk kam trem me dalë për ju, por kam emocione dhe këto emocione po i ndaj së bashku me ju. Edhe këtë mision që e kemi marrë përsipër, sigurisht me ndihmën e Allahut dhe me përkrajen morale që me e ju si prindër, elhamdulillah tani ne arrim ditës që vërtet pra libri i Allahut jetë në çdo shtëpi, në çdo zemër dhe kështu do të vazhdojmë deri në rrimën e fundit. Kam një porosi tek nxënësit e mi, me përfundimin e hapjes të nderuar, nuk merr fund hapja juaj. Tani më, ju duhet të vazhdoni të lexoni librin e Allahut. Jo
Bani dhe do t'jemi shembull në shoqërinë tonë. Ne me mundin tonë kemi arritë pra të mbjellim varën, po them kështu, dhe prej sot në zënës së dashur, ju duhet vazhdoni dhe praktikoni në jetën e juaj të përditshme. Në zënës të dashur, porosia ime është që ju pra të vazhdoni të mësoni në shkollë, të jeni të suksesshëm, të jeni të moralshëm, të jeni ata të cilët duhet të falni namazin. Me fjalë tjera, të jemi gjithë së bashku në shembulltir në këtë shoqëri dhe të ndihmojmë pra këtë shoqëri nga e mira dhe drejtës së vërtetës. Prindë të dashur, të drejtohemi ju me një hadith pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam. Ai pra ka thënë, atë që do të mësoj Kur'anin dhe do të veproj sipas udhëzimeve të tij dhe nuk e praktikis deri në vdekje dhe vepron me xhamatin, Allah do të ngjall atë në ditën e gjykimit në shoqërinë me laç. Këtë nder ju e keni prindë të dashur që i keni dërguar fëmijët e juaj në xhami. Pastaj thot pejgamberi jon alayhi salam, kush e mëson Kur'anin dhe vepron ashtu siç urdhëron Kur'ani, prindërit të tij në ditën e gjykimit do të vihet kurorë. Drita e së cilës do të jetë më e mirë se drita e diellit në tokë. Po çfarë shpërblimi do të ketë ai vetë? Me këto hadithe besoj se do të jetë motiv edhe për prindër tjerë të cilët do i gjojnë fëmijët e tyre në shator do të fillojnë prapë me klasat e gjashta. Faleminderit nga zemra për programin morale që më jepni. Zoti na ndihmon gjithëve e ne do të vazhdojmë prapë me misionin tonë që kemi marrë se në secilën shtëpi do të lexohet Kurani dhe do të praktikohet dhe në secilën shtëpi inshallah do të falet namazi. Për hajrën e nga zemra, në emrin tim personal, në emrin e kryesit të xhamit dhe xhamatit, pranë zonëve të mi, vazhdofshi e qofshi inshallah gjithmonë shpëtim për të mirë. Faleminderit shumë nga zemra. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj pra vëllazirin. Njëkohësisht të dërgoj me zë, unë e falenderoj edhe Hafizin, i cili e bëri hapjen e këtij ceremoniali, imamin e xhamisë së fshatit Ligov me Vlut Efendi Mahmudin, duke i kërkuar falje se nuk e kam hapur, ja që ndenjëherë jepni pas këtyre urdhave që na i ka dhënë vëllaziri, edhe duke qyrë të jemi sa ma të përpik edhe mund të bëjmë dhe një dëshirë të vogël. E të një fjallën e kam ata të cilët janë me neve dhe për cilët ne jemi sot këtu. Pra do të dëgjojmë së bashku interpretimin e disa ajeteve të sures Yasin nga zënësit e mektebit të cilët sot po promovohet. Pra dija e tyre promovohet para jush. Yasin wal Qur'an
lutur Allahun Dhul Gjelal që të jetë shpërblimet e tij mbi ta. E tani do të interpretohet një ilahi nga grupi i nxënësve, pasuar me një poezi nga nxënësja Blina Elisi me titull "Dua të bëhem", të autorit dhe bashkëvendasit tuaj Bajram Ramadani. Në këtë ditë ku kemi dua, do të them çfarë më dua. Para jush do të shprehem, të ju tregoj çfarë dua të bëhem. Sa shumë kohë Kur'an lexova, ja sot hatmën e përfundova. Që këtu po ju premtoj se edhe në tutje do të lexoj. Dua të bëhem njeri I mirë, në shpirt e zemër plot mëshirë. Prind e të gjithë shumë respekt, me të gjithë të jem korrekt. Do të bëhem profesionist, këtë e them sinqerisht. Në xhami e në shkollë kam kuptuar se në jetë duhet punuar. Dua të bëhem I kujdesshëm, që të jem I suksesshëm. Ta përshtatësoj familjen time dhe t'ju sjell gjithmonë gëzime. Pra, Kurani më ka edukuar, të jem njeri disiplinuar, që Zotin tim ta pajtoj dhe vetëm atë ta adhuroj. Faleminderit Zot për këtë mundësi, që ta përjetoj kënaqësi. Hoxhës tonë jemi shëndet, shpërbleje atë në xhenet. Faleminderit. Falenderoj vetëm ne, zënësën e ndihmuar për poezinë e interpretuar në një mënyrë kaq të ndjeshme dhe kaq të mirë. E tani robën e ka musafiri im, musafiri ma musafir për gjithve, Mehmet Efendi Zahidi, mufti I Preshevës, që nga drejtohet dhe këtë përshëndetjes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. Të nderuar vëllezër, xhamat i katundit legjendar fshatit Stoçatra, të nderuar imam, njerit dhe kolegë joni studentëve, të nderuar efendiler të gjithë ju përshëndes me përshëndetjen islame. Selamun alejkum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ftesën për me marrë pjesë këtu e kam marrë para 3 javë. Për më vazhdimin kanë përkujtu gjatë kësaj kohe dhe një 3-4 herë. Ja për tjetër, por vetëm se të tregohemi se me të vërtet libri i Allahut gjithmonë na bashkon. Me vazhdimin nga studimit jemi nda që 26 vite, por të bashkuar inshallah gjithmonë deri edhe një të qytimit me lejen e Zotit inshallah. Me thonë drejtën, kur vendosëm në ardhën, ne vendosëm ardhën për shembull marrë të qytim rrugën, por ja që kufini ka më të vetën, që pas ka qenë ka deri Allahu Gjeleshanu nga me ndryshu disa intencionit, u dash me shkukatin gjilana që në qenegër edhe me arë në rrugës tjetër. Gjithmoni si muslimanat, si besimtare, kuptojmë se ato shka e para shqipë Zotit, si është më mirë. Unë do këtë ishë një arë ka kufini, ishë një arë ka matë zbrasë. Po henëm ka në në Kosovë atje, edhe më bushën pak në oksigen, edhe morëm një shka pak fort, për në arë për më bashkuet, ta më me morën ajrin e 3 pjesëve të shqiptarisë, Lukinës, Kosovës dhe Maqedonisë që të këto. Sigurisht, më frymëzon ajeti Kurani të që e banë, edhe që po shofni, por më frymëzoj edhe më kujtu kur i hynë atë gjamin tërë gjamiës, i pash këto vezët e vogla të tjenë, edhe më kujtu një rresht i njënës të ilahive e cila të ndoha duke legjendën o gjollarve, legjendën e katunit ju, ama legjendën e kritë o gjollarve të trojve shqiptarve, për në nga kupin, para veprës, hesht në fjallet. Sinqerisht, po e thonë me sinceritetin më të madh, do shtë gjamin time do të kisha me fol pak ma shumë dhe ma mirë. A më këtuja që po kupim fjallet, nga puna që po shofni vepra e hoqës të nderuar, edhe të në pribilave që i keni ju para ju e përdojnë para vete, kjena mën neve që pas ta njërë që të tregojmë dopsin tonë, por të tregojmë emocionet tona se dëshuria për me lezu fjallin Allahu Gjeleshanu më Gjeleshanu ka me thyr, i ka thyr dhe të the gjithmonë çdo barierë. Allah për thënë në Kur'an, ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Por Zoti ka thënë me një vend tjetër në Kur'anin e shenjtë, pra një ajet, Allahu Gjeleshanu thotë inna Allahe la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Me të vërtetë Allahu nuk ka me ndryshuar, por nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ato mos e ndryshojnë me vetën e tyre. Ndryshimi i madh në fshatin e Juv ka ndodhur qysh me fillimin e punës së Hoxhës Rahmetliut, vllai Bubit rahmetullahi alejhi. Po që ndryshim po vazhdon, sepse dini ne periudha komuniste që ka dashur të thejë me nxjerr prej zemrave tona, por ja që ndryshimi që ata deshin me bani ndryshim, erë me një ndryshim drejt tjetër, me ndryshimin që Zoti Gjeleshanu më Gjeleshanu ka dashur. Do thonë, është ndryshimi që njerëzit në vend se të largohen prej librit Zotit Gjeleshanu, dëshuria për këtë libër çdo ditë sa vjen e shtohet. E vërtetë është se vëllazërin e kemi përcjellë me punën apo për punën apo punën e këtij apo pjatë me thonë kështu, gjithmonë kemi përcjellë hatën që i ka bërë me zonca, para kësaj hatme, ne kemi qenë këtu, por kemi qenë me thënë drejtën si lartë, sepse pa të një qëtër punë, një razodeke kemi pas, por vetëm se me arë në frymëzu pak, erdhëm edhe këtu, pastaj dule me kolegë tjerë, edhe ndetëm, edhe folem për aktivitetin që po e përnozëm. Unë nësë Allahu Gjeleshanu më Gjeleshanu të gjitha të këshillën, që të shtë përtikone të këndvogla, por për mu personalisht të për shumë mëdhaja, për pak fjallë, por me kuptim shumë të madhë,
emanete për cilë po mendoj se këta nxënësat duhet me morë prej hoxhës, ashtu që kanë morë mësimin e leximit të Kuranit familjar, kur ju tha se ju pasi këta lexoni apo pas Kuranit që mësoni, ju do të vazhdoni të mësoni dhe të lexoni, studioni me përshkollime, drejtime të ndryshme, pa dyshim që fa. Sepse Allahu xhallahu xhallahu shpërton. Paramendojmë në vazhdim të nderuar. Ndryshimi më i madh është në një që ka mund të ndodhë në herë është pikërisht ardha e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Edhe ndryshimi që ka ardhur me Muhamedit alayhi salatu wasalam pikërisht ka filluar me fjalën e kërë. Do për me pas ndryshim se na shpesh po ndodhen edhe në jetën politike ndryshime të thash. Ama ndryshimi më i madh sigurisht ka ardhur ashtu që kam sësot të gjënë fillon me atëherë kur ne fillojmë me mësua dhe me lexuar. Me mësu me studiu, kjo është rruga më e mirë dhe më e sigurt për me ardhur deri te ndryshimi. Unë do të rezultate më tepër, sepse sinqerisht po ndihem shumë vogël me vallahi më pa përdorur pak se çu kurjon, para hoxhës të ndërmjet të vallësajt, para hoxhës të vazhdimet e bëjtë të lehtë këto që janë. Por ja që postë të sekretari Partisë Islame të Shqipërisë, ne e thëmë më shumë mi e thëmë drejtën edhe më përnaqë që kemi këtu, por edhe janë mi e thëmë përkrahje, se punën të cilë kuajlon hoxha, i ka kalu më fi e fshatit dhe komunës ju, po ka dalë edhe në lukina që e. Nazir, ke qëto përkrahje shpetruar e pleneve, ke selamet për gjëllarve, sinqerisht, Këshim të sistemi të shqipë dhe prej profesorve, sepse në kemi pa të avet në arë, por ja që në me kemi edhe nga angazhime të tonë është fundi i vitit, është jam e fundit e medreses, që të jam në shumë selam, edhe të mëllutje që Allah në thamë, me shëndet, ne nuk ishme pas të shqipë, sepse në lazimeve që në kalu 5 qënë, ne s'kemi pa, s'kemi të shqipë edhe 5 për në lazimeve të shqipë pa, edhe 30 tjera këto me punu me të zazë në shalë në tarë. Faleminderit të nderuar, gjëvendi faleminderit shumë që nderuar dhe respektove, po që marrë me qenë faleminderit, zotë në shkëtet në shalëtare, prejtë të nderuar, s'koj me shkru, sepse vendosa në plane, në krye për përduve që me thamë dhe një si hariq për juve. Gjithmonë këto qështët e hardhjeve nga kërtoni fjallë një hoqës manë të Algjirit, i cile ka shkollën e hifzit Koranit familjarë. E thëtë, kur i mori një nëzansa, kur fillojnë, thëtë ditën e pare për një problem. Edhe ja bojnë vëse një pyetje nëzansa. I thëtë, qëka i ka shkrujnë një esej, qëka i ka shkrujnë me mësu Koranin për menç. E thëtë, gjithë ku shkruj shumë, dojë shkrimi, por një që e ka përmene edhe të përmene qdo herë, thëtë një nëzansë më i voglin në palja, tha ka shkru shkrimat mirë, ma pak ka shkru për e krejtë, po ma do me thënës. Po të hoqin e ruar, unë e di, kemi mësu se prindve nuk më mirë dalë hapë në shkurë. A më kurë, që këto me ma njëri për e vdatë për prindit, si më me dalë hapë shkurë. Thëtë vetë se më ka shkru medja të një hadithit me Lamberit, alihi sëratu sërami, që të thëtë, hafizave të Kur'anit, Allahu Gjellë Gjellalu, më Gjellë Shanë, ka një apani një shumë madhe në ditën e gjykimit. Çfarë ndjeni me mënyrë indirekte, jo hafuzave, po prindërve të hafuzave, kanë mësu Zoti që ata hafuzave ju vendos kurora prej drite, edhe kam i qënë xhenet. Kjo është punë e madhe të asë të ndërru, kjo është në rrugë e cila ishë një për aty. E na po shpresojmë nga është hafuzdarë, ma pak kemi, a inshallah do Zotë me mshirë të liqe dhe këta fëmijë, që tjenë për e tëre të cërët Allah ka me mësu fëmijë, prindërve të tëre, që këta fëmijë me vendosë kurora prej drite, walhamdulillahi rabbil alamin e Fatiha. Faleminderit. Selam aleikum. Faleminderit, hoxha nderuar për përfshima kaq konvajtësore. Kurse ne programin tonë e vazhdojmë me ilahin hafizi i Kur'anit interpretuar nga grupi i nxënësve. Pastaj do të vijojë leximi i disa sureve të shkurtra gjithashtu nga nxënësi. Dhe këtë blok të programit do ta përfundojmë me një poezi nga nxënësja Kura Sadiku,
kushtuar krahun e sonë që po na them gjithë e sot Palestinës të autorit Bajram Ramazani. Palestinë tokë e bekuar, e lumja ti për atë dhejë, nam të madhë ke ndërruar, tje profetësh Palestinjë. Në gjirin tënë të kakson, rëtsaj plotëshmor për herë, imam e kishe Mustafan, mihrabi saj shumë e dhejë. Palestinë, tje pejgamberve, Sulejmani
tjerëve stacioni fundit I Isras. Palestinë, o tokë kuranore, vendi bekuar nga Allahu, Xhamia Aksa në të madhështore nga mbret në Miraj Rasulullahu. Palestinë, o vatër e gjihadit, e gjithë bota ty të ka hak, bitë të rezistencë fesadit për të poderit shumë gjatë. Gaza për të kukuar në Palestinë, zgjoj bitë e saj në këmë, e ndërgjithsoj gjithë njerëzin do të shliroj të çdo pëllëm. Nëse shlirohesh Palestinë dhe meriton të shlirohesh, do të ketë paqe për gjithë njerëzin, prandaj duhet të krenohesh. Faleminderit. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah, wallahu Ekber, Allahu Ekber, walillahil hamd, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Falenderoj zotësit për topika kaq të bukura që I prezentuar para nesh. Ndërkohë vëllezër, prindi kur e shef fëmijën e vet, duke ecë rrugës drejt s'ka krenavi dhe lumturi të madhe. Me siguri, krejt prindrit e këtyre fëmijëve e ndjejnë atë, mirë po, duke marrë parasysh edhe kohën edhe protokollin me bazë të cilit ne veprojmë, do ta ketë mundësi vetëm njëri prej tyre sot ta shfaqë mësimin e tij dhe të shpreh falënderimin e tij për ju, për prezencën tuaj këtu, prindi I njërit të nxënësve, sa do t'i nasipin e ftojmë që të ju drejtohet me një fjalë të shëndetës. Me rastin e përfundimit të hapës, nga në nxënësve të mërtjekë të kësaj xhamie, për ne këtë ditë paraqet një ditë të madhe, një ditë të veçantë, një ditë gëzimi dhe një ditë reflektimi. Sot, për të rinë përshëndojnë përfundimin e leximit të plotë të Koranit famullar, për ne paraqet një emocion të veçantë, pasi ato jotën që janë përkushtuar dhe dëshmuar me disiplinë dhe përkushtim të plotë ndaj nxënies së mësimit të leximit të Koranit, ato janë pajisur edhe me vlera të larta morale, shpirtërore dhe edukat të lartë fetare. Në këtë rast, me cekë të veçantë do ta falenderoj edhe Hoxhën Mubazirin, I cili me një përkushtim, me një durim dhe përkushtim të plotë ka udhëhequr fëmijët tanë në rrugën e dijes dhe besimit. Prandaj edhe një herë falenderoj për përkushtimin e paror, shenjën e qepë dhe dashurinë që vjen mes nxënësve. Por në fund dua që edhe një herë po auguroj fëmijëve përfundimin e hapës, duke I thënë se kjo është një sukses I madh në jetën tuaj, por ky sukses është vetëm një hap I parë në rrugën e gjatë të bekuar të dijes dhe shpëtimit. Prandaj lutem Zotin e Madh që kjo dritë e Kuranit të ju përcjellë në tërë jetës dhe të jetë pjesë në çdo hap të jetës. Ju falenderoj për përfundimin e lutemit. Selam aleikum. Faleminderit edhe nga Ojo, përse tani pason një ilahi e interpretuar gjithashtu nga nxënësin me titullin Si Kretafi.
Kurse tani e rrëmë një kohë për të përshëndetur për faqësuesi i muftinisë së Bashkisë Mesë Islame të Kumanovac, i cili rastësisht është katëtari jugi, po është sekretari i muftinisë së Kumanovac, Umejnë Efendi Kizmi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. I gjithë hamdë dhe falënderimi, pa dyshim në çdo fjalën tonë i takon Allahu xhalla shanu, Kryeus të gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falem tim në udhëzim kërkojmë. Salat dhe selamet për shëndetje tona të përzemër të Allah krijojmë njeriu më të dashur tek Allahu xhalla shanu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij të pastër, mbi sahabët, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ato besimtarë të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar të pranishëm, duke filluar nga një boqiri kësaj xhamie, imami Hoxha Azir Efendi Abdiu, hoxhallarët e tjerë të cilët i kemi prezent në këtë xhami, pa mos i harru musafirët tonë cilët e kanë nderuar edhe më shumë me prezencën e tyre këtë ceremoni, pra kryetari i Bashkisë Islame të Preshevës me dy profesorët të cilët e shoqërojnë atë, profesor të medresesë Sabeu, gjithashtu edhe përfaqësues nga sfera e politikës, pra kryetari i Këshillit Komunal dhe të tjerë, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Sot nuk është fjala e jonë, por është fjala e këtyre bibillave të cilët po interpretojnë fjalën e Allahut subhanahu wa taala me një interpretim të bukur, gjithashtu ilahi të ndryshme të cilët po na paraqesin neve dhe po ngjallin edhe më shumë emocionet në zemrat tona. Fjala ime është vetëm ta përcjell urimet e muftiut të muftinisë së Kumanovës, Haxhi Abedin Efendi Meri deri tek ju, duke filluar pranërën të parë për këta nxënës të cilët kanë përfunduar hatmën e Kur'anit, pastaj për prindërit e tyre të cilët në vazhdimsi kanë qenë përkrahës të këtij procesi. Gjithashtu është kënaqësi dhe nder që urimet ja u përcjell edhe për fshatin tonë, edhe për komunën tonë, por edhe për muftinin tonë. Për shkak se ajo e cila po bëhet sot në këtë xhami, thjesht është diçka e cila e ngrit vlerën tonë. Pra kur të tjerët i ngrisin vlerat me antivlera, ne i ngrisim vlerat tona me atë çka duhet për me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu xhalla shanu në Kur'anin famullar ka thënë: "Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Ka thënë ki Kur'an, ki libër që në madhërinë tonë ne kemi zbrit në tokë, është ai i cili ju udhëzon ka e drejta. Ju udhëzon ka e drejta ka ajo të cilën ju nuk do të devijoni asnjëherë. Andaj ka qenë porosia e Muhammed Mustafas në fundin e jetës tij, kur ai u drejtu shokëve të tij, ja u lë ti gjëra për të cilët nëse do të hapni për to asnjëherë nuk do të devijoni. E para është fjala e Allahut xhalla shanu dhe e dyta suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj puna e këtyre djemve dhe vajzave të cilët e kanë bërë është diçka shumë e madhe. Për shkak se Allahu xhalla shanu thotë: "Ne kemi zbrit këtë Kur'an në tokë dhe ne e mbrojmë." Dhe ushtarët të cilët do ta mbrojnë fjalën e Allahut xhalla shanu në këtë tokë janë pikërisht ato të cilët i kemi sot para neve. Janë ushtarët e Allahut xhalla shanu të cilët do ta mbrojnë fjalën e tij në rruzullin toksor. Dhe kjo fjalë nuk do të humbet asnjëherë. Edhe njëherë ju qof për herë kjo ditë e veçantë për neve si fshat, ditë e veçantë për neve si komunë dhe si muftini, ju qof për hajrën të parë muallimit të kësaj xhamie Azir Abdiu, gjithashtu është prej një logje të madhe prej anës së muftinisë, sepse është një nga hoxhallarët të cilët e bën me përpikmëri punën e zhvillimit të mësimbesimit në mektebet e xhamive tona. Edhe një herë ju falenderoj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit sekretarin e nderuar. Dhe tani prap fjalën e kanë nxënësin duke interpretuar tre suret e fundit të shkurtra
të Kur'anit famalak. Falenderojmë Gjasin për këto interpretimet të shkëlqyeshme, po na zbusin zemrën, po na rritin shpresën të nderuar vëllezër se ardhmëria jonë është e sigurt. Çdo proces i edukimit kurorzohet me verifikim të dijes e cila pasohet me shpërndarjen e diplomës. Muftinia e Bashkisë Fesë Islame e Kumanovës për nxënësit ka parapar diploma mirë, po fillimisht ne do të ftojmë sekretarin e muftinisë që të bashkangjitet këtu për të shpërndarë diplomat për nxënësit, po ka dhe një mirënjohje të veçantë për mualimin e xhamisë, për njeriu i cili nuk kurse mundin e tij dhe krejt kohën e tij e ka të apostrofuar në edukimin e brezave të arshëm. Pra vëllazër Efendi Abdiut, sot muftinia e Kumanovës ja jep një mirënjohje cila të lutë sekretarin që t'ja shpërndarë t'ja jep të përrejshë. Kurse tani të dy së bashku, unë ju lutë që të bëjmë shpërndarjen edhe të diplomave shoqëruar nga një libër
të imamëve vetë Ismailit Muhamedi alayhis salam, profeti i Islamit, dhe nga një orë duruar nga Haxhi Sead Efendi Ramadani apo shoqata edukative vllaznia dhe Bajram Ramadani, cili ndon nga një orë për të gjithë nxënësit, të cilët sot e kurorëzojnë dijen e tyre me diploma. Pra, ftoj nxënësit tim nga një që si pas rallës paraqiten të marrin shpërblimin dhe diplomat e tyre. Isra Avdi, Romesa Ajvaz, Fatlita Ramadan, Fatime Ramadani, Elif Recepi, Jamil Fiber, Yahya Fetari, Laurent Mehmeti, Leon Mehmeti, edhe këtë anën e gjallë timen më e përfundojmë me Arnold Sadi. Kurse tani, Molla Shaban Efendia ka thënë nderuar Omej më ta bane i dije ti këtë punë me dalë, sa janë as majtë tipës në ashtë pëndahë, mirë juve diplomë. Filloj me Meriton Osman. Sudejs Asimi. Mohamed Ali Muslim. Arif Osmani. Agam Aidari. Besir Demiri.
Shefik Iseli. Elton Shabani. Nejazid Recepi. Dhe Qëndrim Ismaili. Ishte kjo pra edhe ceremonia e shpërndarjes së diplomave, falënderit akatarin e ruar, falënderit aga hoq, kurse tani krejt këtë ceremoni do ta përmbyllim me leximin e pjesës parë së Suretul Baqara nga hoxha i nderuar imam i xhamisë së re të fshatit Kopaj, Vedat Efendi Recepi, pasuar me dua që ta bëjmë për krejt këtë ceremonial, për cilin kemi kalësi që dua të bëjmë imami, ndër imamët tash veterana ka hoxhë të qytetit Kumanovës xhamisë së re, Ilyasa Efendi Mahmudi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا
هدى للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل في حديثه الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Falenderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut të lartë madhërisëm, I cili në Kur'anin famëlar thot Elif Lam Mim. Kjo është libër në të cilin nuk ka dyshim, është udhëzues për të devotshmit. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, I cili në hadithin e tij thot: Më I miri në mesin tuaj është ai që e mëson Kur'anin dhe ua mëson të tjerëve. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtaret të cilët ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. O Zoti im, hatmen e këtyre nxënësve dhe nxënësve të Kur'anit fisnik bëje hatme të bekuar dhe të pranuar. O Zoti im, këta nxënës dhe këto nxënëse shpërblej me shpërblimet e tua më të larta për veprën e tyre madhështore, mësimin e librit tënd fisnik. O Zoti im, këtyre nxënësve dhe nxënësve jep shëndet, suksese në jetë, duke qenë Kur'ani famëlar udhërrëfyes në jetën e tyre dhe duke qenë gjithnjë shërbëtor të Kur'anit, të Islamit, të kombit dhe të vatanit. O Zoti im, shpërbleje uradimin e tyre, I cili me punën e tij, me përkushtimin e tij, arriti që me sukses të shkëlqyeshëm ta përmbyll këtë gjenerat të nxënësve në mësimin e librit të Allahut xhelle shanuhu. O Zoti im, shpërbleje prindërit e nxënësve, të cilët sotën fëmijët e tyre në xhami ta mësojnë fjalën tënde. O Zoti im, Kur'ani fisnik bëje pranver të zemrave tona, shërues të sëmundjeve tona, largues të brengave tona dhe realizues të sukseseve tona. O Zoti im, nga Kur'ani famëlar atë çka nuk e dim, na e mëson, atë çka kemi harruar na e përkujton dhe na e mundson ta lexojmë atë ditën dhe natën, duke bërë ata udhëzues dhe udhërrëfyes në jetën tonë. O Zoti im, Kur'ani fisnik në ditën e gjykimit bëjë argument për ne dhe jo argument kundër neve. O Zoti im, në ditën e gjykimit Kur'ani famëlar bëjë ndërmjetësues, në ditën kur nuk bën dobit pasuria dhe fëmia përveç atij që ka ardhur, që vjen paraqitet tek Allahu ditën e gjykimit me zemër të shëndosh. O Zoti im, largësoje Islamin dhe muslimanët, ndërsa përule idhujtarit dhe idhujtarët. O Zoti im, ndihmoj besimtarët e musliman kudo në botë, veçanërisht vëllezërve dhe motrave tona në Palestinën e okupuar. O Zoti im, shehidët Palestinës ngriti në gradat më të larta të xhenetit për sakrificën e tyre për të çliruar vendin e bekuar. O Zoti im, të fëmurit e tyre shëroj, të gënduarit e tyre gjithashtu shëroj,
fëmijët e tyre bezoje, luftëtarët, ushtarët e tyre që po luftojnë për kauzën e drejtë, ndihmojë në luftën e tyre të drejtë kundër okupatorëve, zullumçarëve, kriminalëve, sionistë, terroristë. U Zoti ngriti edhe dëshmorët tonë në gradat më të larta të xhennetit, dëshmorët tonë të cilat krijuan për këto që ne të jetojmë më mirë dhe të mirë në vendin tonë dhe në trojën e dashura tona etnike. U Zoti na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër dhe na ruaj prej dënimit në zjarr të xhenemit. U Zoti na bën prej atyre që e falin namazin, e mësojnë dhe e lexojnë Kur'anin favoran dhe nga pasarosit tonë. Na falë neve, na i falë prindërit tonë dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët ditën kur japin llogari para Teje. U Zoti të lutemi dhe të falenderojmë, si në fillim ashtu edhe në mbarje. Pra falenderimet i takojnë vetëm Allahut, paqja dhe mëshira e Tij qoftë mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë pejgamberët e Allahut alaihi salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha. Në jashtë të ndërruar vëllezër dhe motra, arrit në fund të ceremonialit, le të jetë kjo një model, një shembull për të tjerët që fëmijët e tyre të drejtojnë në rrugën e edukimit, që në fund ta përjetojnë të gjithë gëzimin, ashtu siç po e përjetojnë këto prindë të tyre fëmijëve sot tek ky xhamat dhe këto banorë të Zullumçarit e Mëngjerit. Të nderuar vëllezër dhe motra, mos më mbetet asgjë tjetër përveç se ju falenderoj për vëmendjen, për sabrin, durimin që e patëm për të qenë së bashku, duke ju ftuar në ceremonitë të tjera, inshallah Teala shumë shpejt. Presim vazhdim vendisi na kemi tash dhe shpresoj që edhe në periudhën e ardhshme të afërt të kurorëzoj të aktivitete të tilla, mund të ftoj tash nxënësit gjithë që të bëjnë një fotografi të bashkë, që të jesë kujtimi të gjithëve dhe deri në takimin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.